Të dashur miq, është vërtet e papranueshme që në këtë fushat elektorale nuk kemi një përballje politike. Është e papranueshme se si e kanë transformuar të fushat elektorale në një monolog të vërtet, ku flasin dhe të flasin. Tregojnë parceleta, tregojnë pralla, flasin për kënetën, flasin për bufin, e kanë kthyer vërtet në një estradë, në një sistem demokratik. Debati politik nuk është fakultativ, por është detyrueshëm. Në një sistem demokratik, debati politik është një respekt që i bëhet çdo qytetari dhe votuesi. Është më së nevojshme dhe më së domosdoshme në një sistem demokratik, ku të kemi një përballje politike midis forcave, midis kandidatëve, midis ideve, ku ata të shpalosin det e tyre dhe të imbrojnë. Politika nuk është heshtje. Politika është një shërbim ndaj çdo qytetarit. Është e nevojshme këtë zgjedhje, që ne të shkojmë këtë zgjedhje me një debat politik, si asnjëherë tjetër. Duhet të kemi një debat politik të vërtet.